ju njohi me shtypin e ditës e njëjtë 12 qershor. Në faqen e parë të gazetës Panorama do të lexoni: kërkesa e Unionit, gjyqtarët duan rritje page me 700 euro, qeveria kundër. Unioni i gjyqtarëve kërkon sërish rritje pagash me 700 euro, duke marrë shkas nga rritja që qeveria i bëri rrogave të administratës. Kërkesa në kushtetuese prej datës 3 mars ka kaluar në seancën paraprake, por kryeministri Edi Rama konsideron skandaloze kërkesën për rritje të pagave të bërë në gjykatën kushtetuese nga Unioni i Gjyqtarëve të Shqipërisë. Vendimi: Bashkimi Evropian gati të hap grup kapitullin e 4 të negociatave. Rama: Shqipëria s'ndalet më pranë antarësimit. Kredite buta për shtëpi, raund të dytë aplikimesh. Ministri Gonxha flet për fonde të reja për strehimin. Apeli për Bashkinë: pse Tiranës i mungojnë banjat publike? Vëzhgimi takfab. Nga Erben Male do të lexoni: 4 mësimet nga Marek Belke për inteligjencën në leadership. Pashtu në brendësi keni dhe opinionin me titull Ide nga frashëri dhe një mesazh kombëtar, si dhe arkitektët dhe qyteti, koha për një qasje të re. Këto e të tjera i gjeni në brendësi të gazetës Panorama. Eci Motej me Telegrafin që çelet me krye artikullin Histori me burgosje, konflikte dhe hile. Pse nuk po vendoset monumenti Skënderbeut në një nga sheshet e Parisit? Në vitin 1977 përfaqësues të mërgatës shqiptare, Lec Shllaku, Isa Andreu dhe Skënder Zogu morën premtimin nga Chirac se një shesh në Paris do të mbajë emrin e Skënderbeut. Në vitin 2024, Bashkia e Tiranës dhe Kryebashkiake e Parisit hodhën firmat për realizimin dhe vendosjen e monumentit. Pas botimit në Telegraf një muaj më parë për shkeljen e të drejtës autorëve, pala franceze kërkoi plotësimin e dokumenteve dhe tashmë inaugurimi është çështje ditësh. Zgjedhjet e 11 majit, Xhelal Mziu, krim zgjedhor si në filma me mafioz. Nuri, Celibashi ende s'ka dhënë llogari se ku janë 130.000 flet votimi. ILD Artur Metani, inspektimet institucionale, konstatimi problematikave për cilësinë dhe eficiencën e gjyqtarëve e prokurorëve. Partia Socialiste, Kryeministri Rama, Shqipëria 2025, turizëm cilësor dhe me standard në pikat sekrete dhe piktoreske të qyteteve. Elisa Spiropali merr pjesë në samitin e Europë Juglindore Ukrainë. Manastirliu, mbështesim nxënësit e talentuar në skena ndërkombëtare. Ligji i ri i pensioneve njihen vitet e punës në ish ndërmarrje shtetërore bujqësore, ja kushtet për të përfituar dhe kur do ta marrin pensionistët pagën e 13 sipas shembujve të indeksimit. Vazhdoj me një tjetër gazetë. Tek dita do të lexoni: qyteti i kontrabandës, si u shndërua librazhdi në nyje të kontrabandës europiane të cigareve. Një ndër skemat më të sofistikuara të kontrabandës së madrave të aksisës në Ballkanin Perëndimor, duke se zhvilluar për vite me radhë në mënyrë të strukturuar, duke përfshirë kompani guac në Dubai dhe Qipro, autoritetet doganore, rrjete ndërkombëtare transporti dhe dokumente të manipuluara. Të plotë investigime gjeni në brendësi në faqen 2 dhe 3. Nga rafineria në panele diellore, fundi një giganti në Ballsh për 4 dekada ishte krenaria industriale e Shqipërisë. Historia e rrënimit të rafinerisë së naftës, ndërsa ish-punëtorët mbeten ende pa drejtësi, dikur punësonte mbi 2000 banorë dhe përpunonte mbi 1 milion litra naftë në vit. VKM llogaritjes së pagave për mësuesi shqyrtohet sot në gjykatën kushtetuese. Kriza e heshtur e rëndë e vetvrasjeve. Vetëm brenda pak ditësh, Shqipëria është tronditur nga një seri ngjarjesh me një të përbashkët të dhimbshme, jetë që shuhen pa zhurmë, mes mureve të një dhome, në majtë të një ndërtese, apo në degët e një peme. Marrëveshja: Gjermania do të marrë 15 miliardë metër kub gaz përmes Shqipërisë në 10 vitet e ardhshme. Gazi Azerbajxhanit do të udhëtojë përmes Shqipërisë për të shkuar gjermanëve pas krizës ruse. Vazhdoj me krizën e opozitës, teatri i rinumërimit, vjedhja brenda PD-s. Vendimi i qeverisë vendosën referenca për rrogat e kamarierëve. Denoncohet skandali, kompania shkarkon mbetjet e pulave në liçenin e Shkodrës. Këto e të tjera i gjeni në brendësi të gazetës në mënyrë të zgjeruar. Si gjithmonë në fund, Panorama Sport, Hafizi, Silvinho justifikimet, ish trajneri kombëtar zgodet të rënd brazilianin e kuqezinve, me mana i bëri karshillik, gaboi edhe në mesfush. Daku drejt Zenitit për 4.5 milion euro. Ramadani, Asani e Bajrami po harrohen në stol. Muçi do largohet nga Turqia, nuk rri ku s'më duan. Luçi pas Letonis, përballja e Shpëlar,
pa cilësi. Vazhdoi me vllaznia, Mala rinovon, Çoba shkon te Gjilani, Tirana, Shkëmbin e duan dy klube, Ndreca në Prishtinë, Flamurtari, zbardhet kërkesa e Debiazit, 500.000 euro. Eci me atletik, kampionati, Luiza Gega rindez motorët, Formula 1, Matja Binota, Hamilton mosha bën të vetën. Itali, Juve, 4 përforcime për Lavdin, Milan i sytë shqiptarët, City, Guardiola, 160 milion euro të paguara që në qershor, dhe Gjermani, Kane, kampion bote me Bayernin dhe Anglin. Dhe me titët kryesor të faqes së parë të Panorama Sporti përfundojmë leximin e shtypit për ditën e sotme.